Sot pata kënaqësinë këtu me ardhe dhe me vizitu Myftiun Tërnava, me uru muajin e shenjtë të Ramazanit, me apo për herë Bajramin, me falenderu për punën mrekullueshme që e bën Bashkia Islame e Kosovës në kryeqytet e në gjithë Kosovën për shoqërinë tonë, që gjithmonë punojnë për paqe, punojnë për bashkëpunim të mirëfillt, punojnë për një të ardhme më të ndryshme të vendit tonë, prandaj falenderova nga zemra. Faleminderit shumë, Myfti, për bashkëpunimin e mrekullueshëm që e kemi së bashku me kryeqytetin, e uroj që të vazhdojmë edhe tutje mirë e më mirë. Më falenderu për krejt punën që e bëni si Bashkia Islame për shoqërinë tonë. Faleminderit kryetar, dhe ju të gjithë kolegët që keni qëtëruar vendin për të këtu. Ne shpresoj dhe ju fesën e Bajramit të gjithë kolegët tuaj, familjarët tuaj. Duke lutur Zotin që na falë mëshirë dhe mundshme që i kemi bërë për hapur të agjërimin sigurisht sot është festë, sot është një festë që thuhet se thuhet me të tjera, me të tjera, me të organeve, me të rritë, me të gjithë, se është me manca kemi shpërnda, pastaj kemi shpërnda dhe si gjëra sanitarisht, për përmirësim, kemi pas shumë shtret të reputat një shfarë, krevate, kështu mira, por falë donacioneve që në vinë për kryesisht nga Londra, nga Zvicra, nga Gjermania, nga Austria, që besë Svedia, pastaj nga Arabia Saudite, nga Emiratet, Kuvejti, Katari, kryesisht Turqia, pastaj dhe Turqia në gjithë shumë. Këto janë kryesisht vendet me cilat ne bashkëpunojmë, por mos të starojmë që shumicën donacioneve i kemi nga bizneset tonë në Kosovë. Po edhe nga shkrimtarët tanë që të kërëgjë. Faleminderit shumë, mos shumojnë nga gjatë se di që sot e keni të ditën në zonë. Mirë, sot e kemi në gjymon për sot. Abo? Edhe këta së punë e mikë sot. Shikë në zonë të. Unë edhe njërë i bërë nga zemra, për krejt punë e mrekullueshme që e bëni për shoqërinë tonë, edhe vazhdojnë bashkëpunimin me këtë ato si e kemi pasur. Po, inshallah. Edhe me një vitë dhe ma shumë në tarme. Po, inshallah.